Përshëndetje shikues të nderuar, në podcastin e kësaj jave kam të ftuar një mysafir shumë të veçantë. Ai gjatë muajve të verës u bë i njohur për krejt qytetarët e Kosovës, po edhe në Shqipëri. Është një biznesmen i cili mori mbi supet e tij të ndërtoi 2 ura mbi lumin Iber, 2 ura të shumë përfolura për të cilat kishte edhe pengesa mirë, po ai ja dole të ndërtoi urën e parë të veturave në afat rekord, ndërsa tash është duke ndërtuar urën për këmbësor mbi lumin Iber. Përballë meje është Jaherni Mani Dedia. Mirë se erdhe jo. Mirë se gjeta. Si po shkon puna në ndërtimin e urës për këmbësor mbi lumin Iber? Ç'është po tec puna? Po e kam theksuar edhe më herët që punët kanë viju deri këto sipas planit dinamik dhe gjithçka çka kemi planifikuar paraprakisht me kohë kanë ecë sipas planit tonë. Dhe i kur po pritet më përfundu që ura për këmbësor, se na shta po shkon pak më ka doli kjo. Kam theksuar që ura do të përfundoj afati më i lartë që do të jetë me 1 janar. Me 1 janar. Në vitin 2026. Okej, me 30 dhjetor në janar, domethënë deri në fund vite. Domethënë me 1 janar ka me kohën e kalueshme. Ura mas fidusit se kena po ka qenë ura për vetura. Edhe ka pos shumë zhurmë, ako me leju këfuri, me qarkullu, ako me leju me punu, adin, ka pos ka pak presione, jo direkte, po jo zyrtare, kësene. Qështë arrite për as 2 muaj det, so bone për me ndërtu urën për vetura? Po, është e vërtet, ka pas zonat ndryshme, ka pas prej medjave, ka pas prej lloj-lloj politikash ku ta dijon, po e kam cek edhe më herët, unë s'kam pas as më të voglin problem rreth sigurisë apo diçka të tillë. Me njerëz që kam bashkëpunu, me thonë drejtën, ka ecë puna deri këto. A ka pas mbështetjen e qeverisë? Po, e kam pas mbështetjen e qeverisë gjithmonë atë. Ton vishin me bo fatash atë me ministra, me edhe gazetar për Shqipënie, qytetare krejt. Ka pas. Ke morë përkroje shumë të madhe gjatë punës. Kam pas përkroje dhe i falenderoj secilin veç e veç, falenderoj edhe mbështetjen e qeverisë, falenderoj edhe mbështetjen e kuvendit komunal, edhe i falenderoj gjithë njerëzit që më kanë mbështet në këtë rrugtim. Jam falenderues maksimalisht dhe do të jem gjithmonë. Jo, arsyeja pse të kem thirrë sot është se ti e bo shumë popullore gjatë muajve të verës, për punën që ke bën ndërtimin e urës për vetura. Mirë po çaj popularitet i yti që u kriju muajve të fundit, është tentuar më përdur politikisht ditëve të fundit. Natën e zgjedhjeve ka qarkullu një foto, është përdur ku të shihesh me Albin Kurti në një pizzeri në lagjen e shumë përfolur, Shqipal ku ai ka qëndru mas mesnatë, dhe me thonë, disa orë para se të hapen kutit e vendvotimeve, a shkove me i dhonë përkrahja Albinit, mas ta ka dhonë të nderën për ndërtim tura, për çfarë shkove ata? Kështu gaz, këtë punë du me sqaru pak ma gjërësisht, me thonë të drejten, se më ka prek edhe mua kështu në ato jetën personale, biznesore dhe familjare. Unë Albin Kurtin e njeh qysh prej lufte e knej figurativisht nëpërmes mediave, po që e kam taku për herë të parë, kam taku mas i ka dalë prej burgut. Dhe gjatë jetës tam 3 herë kam taku Albin Kurtin, tash kryeministin detyrë. Dhe unë kam shku te pizzeria në Shqipël me hongër buk. Edhe kam shku me një 4-5 shok që kanë qenë aty. Do me thonë natën e zgjedhjeve. Po, natën e zgjedhjeve. Edhe ka qenë ditë e dile se na të shtunëve dalëm zakonisht se i kem një javë pushim, një javë punë e veç një ditë pushim. Edhe kam dalë, kam shku, aty shkoj shpesh, i bojnë tajo pizza në Shqipël, nuk e di që po thirret, po nejse s'ka rëndësi. Edhe kam thirrë me telefon. Kam thirrë me telefon me na bo bukën se isha huntu. Kur kam shku aty, po flas betona me plot sinqeritetin, ajo sakt çka ka qenë. Ata shokët s'po du me i përmend me emra, që kanë qenë me mu, po janë marrë puna, kur i na shku i kena pa një doker aty përpara. Edhe për jashtë tanë është Albin Kurti këtu.
me Faton Pecin, Gazmend Muja, Armend Muja, këta ishin kon. Edhe më kanë thonë, po kthehem. Unë e kam thonë, arsyeja pse më kthy. Po thanë është koka. Lidhje partijake. Unë i thash, unë e kam përësit bukën, edhe kam e shku me hangër bukë. A kam lidhje partijake, a fushata, qa kam, unë nuk më interesan e punë. I thash, unë kam e shku me hangër bukë që kam përësit bukën, edhe kjo është e vërteta. Betonë në Zot, që s'ka gjo me madhe se Zoti për mu, as familja, as i gjo, i pari është Zoti që gjithë shka vlera tjera janë më të vogla se Zoti për mu. Edhe, jam hi mrena atë, ishin konë mrena këta, dykon ka hora një ka qenë. Duket se maj men, me të ndrejtë, se s'm ka interesu, edhe se kam ditë sa, një diçka, min një ka qenë, e di që ka qenë min një ora, edhe jam fut mrenë. Në qësh, ma këshim palon një tavëllina ta që këm përësit picën, se sigurisht ta kanë shku ma vonë, dhe jem shkune, edhe, a qësh i shkoni kam bile edhe do fotografi, këto që i këm bo, me një djallë është islam, e ka amnin me të, ta një në ordat ati, se ata ati shok thanë spojina. Edhe unë, me thonë drejtën, mu së më bënë për shtypje, fushata, ato janë drejta gjithë të kuj, apo kuptan. është e drejtë e lirë, apo kuptan. Që shu takuve tani sa të marrë? Edhe, po, edhe ju mull, kur ju mull aty, Armend Muja edhe Faton Peci, më kanë fatoni me të drejtën, më ka thirë me shku me fol, me qënkom, nuk jom shku. E tash për të kthejena ma vonë, ta theksoj, pse s'jom shku, për Fatonin. Armendi ka pas plot aty njerëz tjerë, edhe u qu kryeministin kom, edhe unë jom shku me, se i shkon tubës, kur jom shku i mu në qash, aty, unë s'këm ujtë as me shku mu afrungat. Kur u qu kryeministin kom, unë nuk du me fol për veti as me u livdu, kur thojnë populli se flas katunarqe. Po unë kam qenë luft për me pas një kryeministë të shtetit tem. Veç 17 vjetë jam pas. Kam pas luft babën, vetë, motrën, këtë familjen. Edhe, jam qu. Kur u qu kryeministi e respektoj pavarësisht kush do që tjetë kryeministër, nuk jam unë ai që i vlerësoj vlerat e kryeministit. Unë, kulturën tem, familjes tem, unë e respektoj gjithë jetën. Është kulturë e familjes tem e respektu kryeministin e shtetit tem. Tu ka plot njerëz që gjitha partive, po thëmë, nuk e respekton njëri tjetrin. E kanë respektu me dhunë kryeministin atëhershëm të Jugosllavisë me dhunë. Unë e respektoj kryeministin e shtetit. Tani o afrove i folës, qysh... Po, pjesa e partive është diçka tjetër. Po si kryeministër, kush do që tjetë, unë e respektoj. Unë edhe o afrova, edhe i fola. I fola Albinit, mas gati dorën, si kësha fol Fatonit me thonë drejtën, po mas gati dorën, i fola se s'du me ron nivel Fatonit, nivel të Armend Mujs edhe të Gazmend Mujs, me thonë drejtën. Pse po thonë? Pse ata i kanë bo këto gazetat që i kanë qitë. I kanë shpërndo fotografi. Gazmendi, këto gazeta janë të Faton Pecit, të Armend Mujs edhe të Gazmend Mujs. Kjo ka qenë faqe e Faton Pecit, tash i kanë bo si lloj gazete, e Armendit e Gazmendit. Po i kanë bo si gazet për me njëllos figurat edhe me bo pështjellime në për qytetin. A ka gjo ma të tërpshe se me përqa popullin. Prokuroria nisi hetime për Shqipëll, për dyshime për manipulim të votave, edhe kur e nisën këto janë nisën me qitë fotografin tonë, me thonë, këna ka dhonë pështetje, mi lidhët që këj ka morë të ndirat, nëse dikush ka bli vota, ka bli këtë, dështën me gjutupin të te. Do foqet për krasëve tyne. Këto du me ta sqaru. Unë jam... A je ullë me najtë me ta, veç që ke full? A disë sa kam najtë unë në kam, 30 sekunda. Për me përshëndet një krymi, e kam përshëndet kur ka ardhur të urat, e përshëndet edhe nesër në rrugë me taku. Edhe do ta përshëndet gjithë jetën, çdo kryeministër të Republikës të Kosovës, shtetit tam, kushdo që tjetë, që ka marrë mbështetjen e popullit, unë kom luftu për popull e për shtet e për kom temin. Unë nuk kom luftu për kryeministra. E pse po përdoren që fotot tua, që po ta mërmeni e cilë sëllime? Fotot e mija përdoren për njerëzve të legë. Pe aty në din ata kush i ka bo këto tratina.
A ka gjomë më të ligë se na shqiptarë besën e këna pasë me prejnë besë dika. Me thirrën tavolin, Me të folë. thirrën, jo në tavolin, po me më thirrë, me po don kryeministin me të përshëndet, edhe unë me shku me respektu kryeministin. Edhe me i fol kryeministin detyrë Albin Kurti, me i fol Faton Peci, Armend Muja, Gazmend Muja, do militant tyne që i bojnë këto sene, e kanë keq përdor kur e mboqe, shpoll nesër, atë mas nesër po i bjen që u publiku që gjoja ka dyshime për keq përdorime të votave, atëherë këta e kanë bërë dhe më kanë qitë mund në gazetë. Apo këton gjoja se, po, kjo është thik me një, jo me dy teja që shkanë thonë, po mes disa teja. E përmeni por e the si kësha full Fatonit, Faton Pecit, pse? Po, se Fatoni, kur jem konë të ndërtu urat, Faton Peci, kandidati për kryetar të komunës. Nuk e kam pas ndërmend me cek kur këtë punë, se nuk jam Urën e veturave, po? Po, urën e veturave, nuk jam njërjas, nuk kam familje që përqojnë popull, për kundërzi, unë garantoj dhe të betona 1300 familje për mas lufte i kom pajtu lloj rastet ndryshme, unë personalisht. Se kam cek kur, po të sot për ceku. Po njerëz të legë, sikur këta, qyrën me i përqop popullin. Edhe këto për ceku pse? Se kur jam konun të ndërtu të ura për vetura, ka orë Faton Peci me një grup, edhe me do të troproja. Edhe unë jam konë me qizme deri këto, me rëp, të punuën në ujë aty, për me ndërtu urën, edhe kom punu edhe 24 orë, se kom dhonë fjallën para shtetit tem, para qeverisë të Republikës të Kosovës, që unë me ne shtator ka me konë rruga ura e kalushme. Edhe prandaj kom punu 24 orë. Ka ardhë me bo vida aty, i na kom 50 vetë, punëtorë dhe ekipa jam, e kompanisë, as nuk ardhë me na folë, ka kalu asajt, ka shiritat, nuk pej gjithë shqiptarisë, pej Bujanovci, Macedoni, Shqipni, Dibert Madhe, gjithë ka nej jenarë dhe na kanë mbështete, përshëndet, kandidati për kryetar komunën nuk ka ardhë me na përshëndet. Për kundërzi, i na konë të qitë beton. 4 mikserat betonit i konë të prit, marka 45, 450, se di sa kuptoj njerëzit, që ajo teret në punë. Ardhi ka thonë aty në djemve, shkon ale punën se po du një orë me bo inqizime për video, për fushat. Edhe unë e më kom poshtë aty, kur më më thot a ideali, është qabën ka ardhe dhe hera i ideali. I thash, falë që i ka dënë, tha me nalë punën ministri, thash jo ministri thuj, nuk bën me nalë punën, se kjo është beton 450. Edhe do të me e qitë. Kur të kryna na punën, mund është marrë dhe bëvi do sa dush. Po u kone ndershme i thash, i kam aty 50 vetë, u kone ndershme te, kur krejt shqiptaria na përkram, mi marrë 2 qese, pijem ja për punëtorëve, jo mu, s'jena na as punëtorët asëm, po për respekt. Prej atyet, kërë ajë së më ka folë mu, unë nuk i kësha folë, po për hirtë kulturës tem, e të familjes tem, e nderit tem, unë ja kom zgjatë dorën dhe i kom folë. Qysh ka qenë mbështetja ose komunikimi me Xhelalin, me Elbertin si ministra që i lidh puna me pushtet lokal, me Hysen Durmishin, që është infrastrukturës, a kun komunikimi njëjtë si me Fatonina, u ku ma ndryshe? Unë flasë veç realitetin. Betonë në zëtë që unë flasë veç realitetin. Unë me tonë drejtën nuk kam qef me u fut në këto qashtje, se unë jo, nën komunikimi zyrtar, që shka si? Po të thëmë pikat shkurta. Unë apet po thëmë nuk jam me vlerësu njerëzit. Po prej ditës, unë se kam njoft kur, as njonin me ta s'kam folë. Deri sa kam fillu urat me i punu. Po kanë qenë njerëz që më kanë përkra belle po të thëmë, për aty në 3 ministrav, Hyseni, Xhelali, edhe Elberti më kanë përkra me gjithë fuqin e shtetit. Më kanë thonë qatë do që të kesh nevoj për ura, sa herë në 3 natë se kom thirë një herë Xhelalin. Kër e kanë shujt, në 3 natë se më ka qelë telefon. Në 3 natë. Unë e flasë veç realitetin. Unë jam në Partinë Demokratike të Kosovës që 25 vjetë. Edhe do t'jem gjithmonë, por realitetin e flasë. Edhe ata që janë Partinë e vetë vendosjes,
fatoni në partinë lista Guxha që është ajo, unë prapë se prapë edhe lë dykën ato, krejt njerë kam shok gjitha parti. Nuk du me më përqau me parti politike, se s'kom luftu për parti politike. Kom luftu për shtet, për këmbë, për popull tem, për një këmbë edhe për një pavarësi që e kena sot. Partit politike janë interesa personale. Kush ka qef mundet me shku. Ajo është personale, shkurt. Po du më këthy prapë këto. Por mu kanë qenë mbështetës. Po flasë për ta, për institucione. Ata më kanë thonë qëtë do që të kishe. Arjan Tahiri, në kryetari, ta është kandidat për kryetar komune. Më ka thirrë zyre. Edhe më konë, mënyrë ligjore. Më ka thonë çfarë do që të ka. Ose për ndërtimin e urës, së do është me apelësimi i 2 komunave, Jugo dhe Veria, se s'kesh mujtë më marru pa apelësim, se është e parashëlizje. Por çfarë do që të ka nevojë, më ka thonë, 24 orë telefoni jam është qelë për ty. Se kena pas probleme me jo gjarryma, jo shkolla, jo këtrafa, jo kyja, jo tjetëri, dhe më thonë, i kam përkronë. 2 institucione po flasë, qeveria dhe komuna, kum pas mbështetje maksimale. Policia, si ka Jugu, si ka Veriu, kum pas mbështetje gjitha aspektet, edhe jam falenderus prej gjithë. Ama, me dalën me më përly për interesa personale, për i grësht vota, nuk jam burë që shitna. Nuk ka pare, ma e men, nuk ka pare, as nuk ka dukat, si mundet me mble dignitetin. Jo, në ashta mas e ki të është zhvillu këtë ndirën e rrugës urës për këmësur, kanë thonë që edhe që shpjanisën pak, me johën se kësë këtë zënë me livrit për shkak se janë ollën punën nëse e kena ndur me kontratë. Mu faktikisht shteti nuk më kanë dorë për kontratë. Unë kam kontratë me dikon tjetër, një kompani. Si nën kontraktor? Si nën kontraktor. Unë për e theksaj prap jam nën kontraktor. Ti se ke fitu të ndërë? Ja. Unë s'kam fitu të ndërë as pe i PDK-je, as pe i LDK-je, as pe i VV-je, as një herë unë të ndëra kur s'kam fitu. Unë s'kur s'kam pas të ndërë. Po e votoj, jam për krahas i Partisë Demokratike, edhe do t'jem gjithmonë. Mas fushotës janë nësen dje, ndajtije me që të fëtët me Albinin Pizzeria, publikove në fëtët me Arjan Tahirin, ku i dhamë shteti, biblioteku me konë, është kryetari ma i mirë që eksistan, kandidati për kryetari. Po e kam cek, kam e qenë kryetari historik. Se adin të shiku se ti e konë zakonisht më shtetës i PDK, sa adin tash deshtën me të lidhë kënejnë. E kam thonë edhe po ta shpjegojmë pikat shkurta. Pse kam thonë? Unë nisna me parem prej familjes tem, prej fëmijët mi. Unë jam babi 6 fëmijë. Jam edhe babgjësh. Kam djalin e martum edhe vajzën e feju. Edhe fëmija e mi, fëmija e familjes tem, e të shoqënisë të popullit, du me urrit me një kulturë, ne kryetarit Mitrovicës që jep kulturë edhe pasqyret e popullit, me kulturë, me dignitet, me fjalor të butë, sjellshëm, jo arrogant. Se mu nuk më duhet kryetari as kryeministi, as familja, asaj tjetër, as bashkëpunëtori që çdo ditë më jap mesazhe të këqija në mu edhe familjes tem. Sa po thu që fatuni jap mesazhe? Nuk isha marrë me këto kur, kom pas mundësi me fol, kam mundësi me fol, edhe historia ma përpashme njerëzve. Atë lidh ma shumë Arjanën vizionin e tij na politik, atë lidh për shkak se e ke pos bobën e ti që të bashkë luftore sa në hajtë hautri bobës? Me ta thonë drejten, unë e ndoj gjonat, gjithë jetën. Unë shokun e luftës nuk e hupi asë njëherë, me asë një qmim. Me asë një qmim, për mu shoku i luftës është i shajt. Po, Arjan Tahiri i ngjon babës të vetë me kulturë, me vlera kombëtare dhe me njerëzillak, thujnë të na. Nëse dikon e respekton një fëmijë të vogël, baba jam thej ke për një fëmijë të vogël u qenë ke kom. Nëse ti nuk respekton kërkon, unë nuk vi mas teje. Unë respektoj njerëzit. Ajo është që mu më lidh normal, se unë e kom babën e tij bashkëluftar. Ka qenë prej bashkëluftarëve më të hershëm. Enver Tahiri ka qenë sa herë në shtëpi tam. Baba i ndjer Rametlia, baba jam Nimoni ka qenë e pror, ushtarak i uçukës.
përpara drejtori i shkollës kam cek provori ushtrisë Jugosllavisë në atë kohë ka qenë deri me gjithmonë me. Ama as fatoni s'pja vlen let me çto vlerat patriotik, po thotë jam ne pis boletinit a dhe në sana. Fatoni mundet me fol çat don. Për vlerat mos kapet për vlera për isa boletinit se për isa boletinit muna me fol on. Për vlerat te isa boletin, kohën isa boletin se ka tragjysh jam u kon njëri më afër te isa boletin. Po shkoj tjetër ka ton me ta, dhe s'di çu shpja lidhen me leton ta. Fatoni është zhazh, isa boletini është boletin. Edhe historikisht në kuna ka raporte të tjera katuni me kata. S'kam pas, jo raporte se nuk du me thonë atë katuni duhet me i da me individ. Nuk e di, nuk du me hi në ato tema, i di në ata vetë, po këtu duhet me theksu që ajo është zhazh, ajo është boletin. Edhe për pjesë tjera i din ajo vetë, po kthejena krejt këto me rëmllaksu për taj që s'kam dash me i fol, ka qenë arsyja pse nuk më ka fol këto. Mënyra që shësil, kur me bo videoklipe, s'm ka fol unë lëq. Në gjithë botën, me theks veçant po ta them, në gjithë botën punëtori respektohet, edhe kryeministi i shtetit kur hin punëtori me teshat punës, në zyra i qohet në kom. Ta e nërë edhe na kanë ofendu me atë mos respektin. E realizun tani qatë videoklip aja? Jo, nuk e realizun, se nuk lejova unë me realizu mrena punishte, se aty kish maqina, zhurëm, edhe i thash, kur kryet betoni, atëherë ju muni me realizu. Edhe e kam thirrë me tonë drejten, edhe ministrin i kam thonë kështu, më ka thonë, ja, betoni ka prioritetin, ato mundën më bo kujdon. Jo, apo këthim pak edhe të ti, krejt puna që e ke bo gjatë vejres nurëm i vetura edhe tani nurëm për këmsuru lidh për shkak edhe kontekstit politik mes dy qyteteve, Mitrovicës Jugut dhe të Veriut, ushtari u që kës, po e ndërta nurën në koni farë vlire, shtu me miqët pjesë vishën për i grida dume se të pushnë i nga përkësu me bo fata. Nga kalëzën edhe i herë Sovjetik e posë kur je hi ushtari u që kës, edhe që shë kujtën qatë periudë. Paka shumë, edhe në pikat përgjithshme. E kam thonë, dhe gjithmonë mënona, veç Zoti është pagabime, me thonë veç të vërtetën. Të betona Zot që jo jam i lindur që asesoj, shpesh herë këm ranë të njerëzit në ashtaj keq, se kam thonë veç të vërtetën. Edhe gjithmonë, gjithë jetën se e kam edukatu i familjes me folë veç të vërtetën. Se kam edhe në llogari para Zotit. Unë, pa i mush 18 vjetë jam vesh ushtari ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kam qenë ndër ushtarët më të parë në zonën operative Shalës. Dhe e kam thonë dhe po e them, unë e kam kry vetëm një shërbim ndaj popullit, ndaj adhëvajut dhe kombit tim. Shërbim kam, unë kam qenë një shërbëtor ndaj popullit. Asë gjo ma shumë s'kam drejt në këtë vend, si sa një qytetar tjetër. Dhe për kundrazi mundohena me qenë edhe maj thjesht, në ashta qerën e kam vetë, po mundohena me qenë maj thjesht. Edhe të betohena në Zot që kur në jetën tem, sent huj prek nuk kam. Se lemot e votat që kanë gazetat që kam. Nuk jam i ati nivellet. E nëzirën në deklarat... Respekt i jap gjithë kuj, pavarësisht. Një gazetori Mitrovicës, për më tha në televizion Klan, për më duket, sa që dëshuhet për blerje vjedhjet votave në Shqipal. Ta shishu një faqe e këtyne përkrasve, e manipulej këtë deklaratën e atina, dhe këtë gjoja se a i gazetori ka thonë që ti ke ble vota, anë e këshani me vesh miqa i s'ka thonë është, a vdim për tash këta, dhe ishin me ndërlidh gazetorin me ty dhe me shpërndon një lajmë të rajshme. Une, mirë që ceke, për të lajme të rajshme, e kam angazhu avokatin tem, Mahmut Halimin, me ekipin e ti. Gjdo thashe thonet, pa vërtet, gjdo etiketim, ndaj meje, ndaj biznesit tim, ndaj familjes tem, ka me shku si pas ligjit në përkori dhe ka me u padit për mes avokatit të tem Mahmut Halimin. Gjdo, a i ka me i përcil, gjdo padi që bëhat, gjdo po të mon etiketim që bëhat, apo të vërtet, a me një los figurën tem, atë biznesit, atë familjes tem, ka me u përball me ligjin. Edhe këto, edhe një san, i bëj thirrje policisë, shtetit, prokurorisë, çdo kuj, let vjen, me njëherë let jeton rastin, nëse unë, veç një qika gjina dikun,
gjatë gjithë jetës tem që i kom prek jashtë ligjit, unë e pranoj 20 vjetë burg. Jo, po du më këtu edhe i herë se me pak pasaru e përmende, përveç Faton Pecit e përmende edhe Armend Mujen deputetin edhe vllahun e tina kandidat për asamblis, Gazmend Mujen. Përse i përmende sa dy persona? I përmena se ata Armendi ka qenë ai që më ka thirrë edhe pjesë e asoj që më kanë thirrë, po do me të përshëndet kryeministri. Edhe tani ti kanë bo fatet kjo me i një herë. bjen tradhti mas shpine, apo kupton? Se unë e përshëndetja petë kryeministrin. Po se përshëndeti më as Faton Pecin, as Armend Mujin, e as Gazmend Mujin. Se këto portalet tyne janë. Burrat flasin si burrat. Po, hajde se po dojna me bo një foto me urrit, Faton Peci i ka orë rastin një herë me full me adhonën dorën. Se s'mundet mu krahazu Faton Peci me vlerat mija, po vje keq e me mu. Se kanë as një vlerata. Si njeri po vlera kombëtare nuk kanë. Na kanë naj bagazh. Le të ma tregojnë bagazhin e tyne, çfarë bagazhi kanë historik. Kur doën, unë dal për balla me ta. Po si rën te Isa bre? Ti clis. Te Isa Boletini. Isën, ku Isa Boletini është burr që ka me sa të jeton shqiptaria i ka me qenë histori. Mas krahazohen me Isën, më shef mas Isave, mas as ata, as çdo kush tjetër, kush don me përfitu prej figurave historike, është leksi për mu. Unë nuk shkoj, kërkon nuk marr një rrugë me fol për ato mas shpinje që janë me. Se nisin vjetë që fylli. Duhesh për edhe lufta a funit të kom para kur t'hesh dikon një punë me bë diçka. Tom kanë mujt me kom pjesë e sojna. Kur t'hesh një punë unë tham me bë diçka. Duhesh me pas një bagazh tonin personal. Jo më mot me kanare dikuj tjetër ose me vlera dikuj tjetër me unis me shku dikon. Duhesh me pas bagazhin tën. Kur çmash rrugë me shku dikon detja, në rruga dikon duhesh me mush bagazhin sane, se jetë gjystë rrugës. Jo me kusht jap rrugës diçka. E këta njerëz një pjesë e politikanëve nuk kanë bagazh. Po nisin me bagazhe të huaja. Nuk shkan me bagazhe. Në krah të Albinit. Krah të Albinit. Faton Peci, guxo, mundohet me ardh me shantazhu, e me bo sene foto ato me Gazmendin, Armendin ato, me mbo mu me shantazhu edhe në krah të Albinit me marr vota. Jo, kur të nisesh një punë që ti sene tua. Arioni për dallim për i tjerëve ka thonë, unë jam. Bilas Bedrin se ka morë në të bime me vete. Shka përmen kërkan hiç. S'po du, po kur s'kisha folën të sene. Po mas jenë marë me mu, tash po ju thamë. Lëtë përballën, a ke pa për shumë në debat. Çfarë pasqyrimi ka dhonë njerëzve të qytetit Mitrovic. Edhe unë kam veç një telefon. Unë sene t'i bëj haptas. As kokot që. Qëre, pa kodësht. Qa po do më lidhë telefoni tina se ka dërzukurën e zhe. Nuk është nëj problem. Din gjithë kush e din punë. Po telefoni jam është pa kod. Që e këshëre, që. S'ka kod, qelet vetë. Kur doni allo policis, kuj doni merë. Kom veç senet familjes, punës, as një gjotë tjetër. Se jam i pastër së kulloti. Para gjdo kuj, para gjdo qytetari, gjdo shteti, gjdo qeverije, gjdo institucioni, dal i pastër dhe moj kryt lartë, se jam i pastër. E në gjë vetën kush jam, i pastër mas parit të Zoti. Ati kush më falë që ma ka dhonë shpirtin, edhe i pastër para familjes, para qytetarëve, para popullit, para shtetit. Ose fshefna, mas kërkuj. Unë jam kjo që jam. Jo, faleminderit shumë, që ishe në emision nëse ki diçka me shtu që kena harru me përmen, Unë kam me shtu veç, ju bëj thirrje, ata njerëz të leq që janë, mos të merren me mu. Unë si marrë me ta. Këtu ju bëj thirrje, mos u merrni me mu. Shuni punë të juve, interesat partijake, senet, ma shumë u dashë më marrë ata me Faton Pecin, që ka najtë den 4 me nëgjesit, se sa më marrë me mu. Se më marrë me mu. Unë jam njëri të thjesht, qytetar jam. Unë s'kam najtë diçka në dorë, unë kam një punë, kam 20 punëtor, jam familjar, babi 6 fëmijëve, jetoj jetën tem me familje tem, unë s'jam për garë, as jam asamblist, as jam për drejtor, as jam për
kryetar komune, as për deputet, as për asisent. Nuk jeve njëherë si për krasë i PDK-s. Gjithmonë. Kam qenë për kras i PDK-s, edhe do t'jem gjithmonë. A di pse? Se në këtë parti ka burra. Unë me thonë që kanë ashtë e ka dhe do që janë ka pak aty këto qysheve, po ata që e kanë formu edhe mojnë këtë parti gjallë, ata e në burra. Ata e në burra. E une kam qef me pas punë edhe me najt me burra. Nuk kam qef me pas punë me të letë që shkrujnë mesazha, ma sa ne në për qyshe, në për me do falca, me do. E di që i kanë me msha, se ata të letë shojnë, se ata që janë burra, del për bolë, të qështu. I ligu fletë mas shpine. Me do profila falë. Po, me do profila falë, po unë këtu, edhe njerë po të thëmë, unë jam në Partinë Demokratike të Kosovës. E për krahi, nuk kam asli breza, jam nëj politikisht kurgjë, po jam për krasi Partisë Demokratike të Kosovës. A ja kono herë punë shtetit, ja? Kur? E për i familjes... As një njëri në familje tem nuk është një punësum punë shtetit. Jena 6 vllazni, jena djem mashkuj, dikon 50 mashkuj jena familja jonë, me gjallare, djem me gjallare dhe djem të misë babës, as një njëri punë shtetit. Punojna që shto burë, ma mirë, me njerës, me kra, po në këshëm shkoj flajra hat, edhe dalë për bolë gjithë kush do, që donë, kam qef edhe kësha pas qef edhe me ata që i shkrujnë me dalë mu debatu. A kështë dalë me Fatën Pecën? Kur donë Fatën Peci për bolë. Pa ofendu, pa nënqmu, pa bërtit, pa thonë, ju dua, pa baletaj, me baletaj, po me folë si burra. Si burra dalën, flasëm kur donë. Për ata së është problem. Është pionës tem, më ka arë mërzi që së më ka folë, kur orë atje të ura, po le tjetë dërgjegje tina. Unë si ofendoj njerëzit, nuk i shaj, nuk i bëj sene mas shpine, jam që jam jahir dedia dhe kështu ka me jetu e me vdek, dhe i risa tjetoj, kur të vdes i sholla vdes me faqet barnë, dalë për kësaj dyje. Edhe me fjallën la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Jo, faleminderit shumë, ishte kënaqësi jashtëzakonshme me sqaru krejt këtu, thashë theme këtu lojme të rreshme që janë për ty. Faleminderit shumë edhe një herë. Shikues të nderuar, shihemi në javën e ardhshme. Faleminderit shumë.